Ja se çfarë i ndodh kolesterolit, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni bamje çdo javë gjatë dimrit. Bamjen ose e do ose urren, rrugë të mesme nuk ka. Bamja qëndron në majtë të piramidës ushqimore si një super zarzavat. Duke u paragjykuar për shije, ne shpesh kemi neglizhuar vetit ushqyese të saj. Varietetet shqiptare të bamjeve janë shumë të kërkuara si nga tregu vendas, ashtu edhe për eksport. Mund të përmendim bamjet të cilat karakterizohen nga një trup i shkurtër me një lartësi deri në 50 cm dhe 2 deri në 3 degëzime. Fruti përbëhet nga një element i cili mund të jetë gjithashtu edhe më i shëndetshëm për organizmin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas ekspertëve në këtë video, kemi renditur disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i bamjeve në mënyrë të rregullt. Ato kanë pak kalori. Bamjet përmbajnë 30 deri në 40 kalori për 100 gram dhe sigurisht për të gjithë ata që duan të bien nga pesha mund të jenë një ushqim i pëlqyer. Nuk përmbajnë yndyra të ngopura ose kolesterol. Bamja mund të kthehej në një perime ideale për personat që vuajnë nga kolesteroli. Ato shërbejnë si balancuese të sheqerit, ndihmojnë për të stabilizuar nivelet e sheqerit në gjak duke ngadalësuar përthithjen e saj nga stomaku, duke kontrolluar në këtë mënyrë edhe diabetin. Bamjet përmbajnë fibra dietike. Kjo perime vepron si laksativ natyral duke ndihmuar në tretje. Bamjet gjithashtu ndihmojnë në bakteriet e shëndetshme që ndodhen në zor, si dhe ndihmojnë në ruajtjen e bilancit të pH-it në traktin tretës. Ato janë të pasura me vitaminën A dhe antioksidant, duke qenë se bamja është e pasur me beta-karoten, lutein, ksanthin, së bashku me vitaminën A, ndihmon në përmirësimin e shikimit si dhe mbajtjen e lëkurës të freskët dhe më të shëndetshme. Përdorimi i bamjes ndihmon edhe në parandalimin e kataraktit, si dhe vlerësohet në parandalimin e njollave dhe akneve. Si pasojë e sasive të mëdha të antioksidantëve dhe fibrave që përmbajnë, bamjet shpesh lidhen me parandalimin e radikaleve të lira. Bamjet janë të pasura me vitaminën C. Duke qenë se vitamina C shërben si një antiinflamator, bamja është një zgjedhje e mirë për të ulur simptomat e astmës dhe për të parandaluar të ftohtin. Ato përmbajnë përqindje të lartë të acidit folik. 100 gram me bamje përmbajnë rreth 22% të sasive të rekomanduara ditore për trupin e njeriut. Mbi të gjitha, është tejet e këshillueshme në periudhën e parafertilizimit dhe gjatë shtatëzanisë, pasi ndihmon në parandalimin e defekteve në lindje. Ushqimet me acid folik ndihmojnë gjithashtu në pastrimin e mushkërive. Bamjet janë të pasura edhe me minerale. Bamjet kanë nivele të larta të mineraleve që i duhen një organizmi për të qenë më i shëndetshëm, përfshirë këtu hekurin, kalciumin, magnezin dhe manganin. Ato përmbajnë edhe nivele të mira të vitaminës K. Kjo vitaminë është shumë e nevojshme për shëndetin e kockave si dhe luan një rol të rëndësishëm në koagulimin e gjakut. Është e rëndësishme t'i konsumoni bamjet brenda normës së rekomanduar dhe gjithashtu vlerat që do t'i ofrojnë shëndetit do ta kthejnë atë në një nga gatesat më të mira për organizmin tuaj. Kështu ekspertët e cilësojnë bamjen si një nga produktet më të mira për t'u pasur në dietën tuaj, duke renditur vetit e tyre pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Konsumi i bamjeve në dietën tuaj do të ofrojë vlera të shtuara për mbrojtjen e organizmit. Bamja, e njohur ndryshe si gishti i femrës, është mjaft e shëndetshme. Ajo është mjaft e përdorur edhe në qytetrime të ndryshme, madje edhe në vendin tonë, zë një vend të veçantë në kuzhinë. Ky përbërës ushqimor mund të përdoret edhe në supa ose edhe në turshi. Bamja është mjaft e mirë për shëndetin dhe në këtë video sipas Healthline do të rendisim disa nga karakteristikat e tyre ushqyese dhe vlerat për organizmin. Bamjet janë të mira për diabetikët. Bamjet përmbajnë eugenol i cili lufton luhatjet e sheqerit. Fibrat në këtë bimë ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak duke vonuar kështu thithjen e sheqerit nga zorrët. Sigurojnë shëndet më të mirë të syve. Farat e bamjeve kanë sasi të mëdha të vitaminës A dhe antioksidantit beta-karoten, zeakanthin dhe lutein. Ato janë një nga perimet me nivele më të larta të këtyre antioksidantëve. Këto përbërje janë thelbësore për shikimin.
Vitamina A gjithashtu i mban të shëndetshme membranat dhe mukosin, madje edhe lëkurën. Rrisin imunitetin. Përmbajtja e lartë e vitaminës C tek bamjet ndihmon në luftimin e të ftohtit dhe të kollës, duke rritur kështu sistemin imunitar. Vitamina C ndihmon trupin e njeriu të ketë imunitet ndaj agjentëve dhe infeksioneve. Bamjet ndihmojnë gjithashtu edhe në parandalimin e problemeve të kapsllëkut. Bamja është një nga perimet më të mira dhe më të pashura me fibra, sidomos edhe më të rehatshme për sistemin tretës. Fibrat parandalojnë dhe lehtësojnë kapsllëkun. Farat e saj janë një nga burimet më të pasura të substancave rrëshqitëse që ndihmojnë në lehtësimin e peristaltikës, në përthithjen e ushqimit dhe lehtësimin e kushteve të kapsllëkut. Bamjet janë të mira gjithashtu edhe në uljen e niveleve të kolesterolit. Vetë bamja nuk përmban kolesterol dhe shumë pak yndyrë. Kjo e bën atë një ushqim të mrekullueshëm për të zvendësuar ushqimet me kolesterol dhe me yndyra të larta si ëmbëlsuesit, mishi e të tjera. Ato përmbajnë sasi të madhe të pektinës që ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq në trup. Bamjet ndihmojnë edhe personat që duan të bien nga pesha. Bamjet janë një perime me pak kalori. Ato kanë 30 kalori për 100 gram dhe nuk kanë as yndyrë të ngopur dhe as kolesterol. Për më tepër janë të pasura me fibra, minerale dhe vitamina. Ato rekomandohen nga nutricionistët për kontrollin e kolesterolit dhe programet e rënies së peshës. Nëse doni kocka të forta, shtoni bamje në dietën tuaj. Bamjet janë të pasura me grupin e vitaminës B komplekse, njohur si niacin, vitamina B6, tiamin dhe acidin pantotenik. Ato kanë një sasi të mirë të vitaminës K dhe kjo e fundit është një bashkëfaktor për koagulimin e enzimave të gjakut dhe është e nevojshme për forcimin e kockave. Bamjet janë të mira gjithashtu edhe për personat që vuajnë nga astma. Është e mirë për astmën pasi përmban vitaminën C, e cila është një antioksidant dhe antiinflamator, duke kufizuar kështu zhvillimin e simptomave të astmës. Ndihmon gjithashtu edhe personat që vuajnë nga ulçra. Bamja ndihmon në neutralizimin e acideve duke qenë shumë alkaline dhe siguron një shtresë mbrojtëse të përkohshme të traktit digjesiv. Për pasojë lehtëson edhe problemet e ulçrës. Është e mirë kundër sëmundjeve të veshkave. Një studim i publikuar në tetor të vitit 2005 në Yinjin Medicine Journal tregoi se konsumi i rregullt i bamjeve parandalon problemet të veshkave. Në studim thuhet se ata që hanë bamje çdo ditë reduktojnë në shenjat klinike të dëmtimeve të veshkave më shumë se ata që ndjekin një dietë diabetike. Kjo gjithashtu lidhet me diabetin, ku afërsisht 50% e sëmundjeve të veshkave shkaktohen nga diabeti. Nëse doni lëkurë më të shëndetshme, atëherë përfshini bamjet në dietën tuaj. Vitamina C ndihmon lëkurën të duket më e re dhe më e freskët. Vitaminat ndihmojnë në rritjen dhe rivitalizimin e indeve trupore, të cilat ndikojnë në formimin e kolagjenit dhe pigmentit të lëkurës që ndihmojnë në rinovimin e lëkurës së dëmtuar. Bamja është e pasur me vitaminën C. Ja një recetë. Zgjeni disa bamje derisa të zbuten, pasi i lini të ftohet, bëheni pure dhe vendoseni në fytyrë. Pas 5 minutash lëkura do të ndihet e lëmuar dhe e rinovuar. Bamjet përmbajnë vitamina dhe minerale thelbësore. Bamjet janë një burim i mirë i mineraleve kryesore si ekuri, kalciumi, magnezi dhe mangani, si dhe acidi folik. Konsumi i ushqimeve të pasur me acid folik, sidomos gjatë periudhës së para konceptimit, ndihmon në uljen e defekteve nervore të pasardhësit. Gjithashtu, bamjet kanë vlera të larta ushqyese në mbajtjen larg të komplikacioneve. Bamjet po fitojnë një reputacion të ashtu quajtur super ushqim për individët që vuajnë nga diabeti. Bamjet përmbajnë vitaminën A, vitaminën C, kalcium dhe hekur. Gjithashtu bamjet përmbajnë minerale, vitamina dhe antioksidantë të fuqishëm, të cilët janë të aftë të parandalojnë dëmtimet e qelizave, nga stresi dhe nga faktorët mjedisor. Përfshirja në dietën tuaj të bamjeve mund të ofrojnë edhe shumë përfitime të mira për diabetikët. Një studim i botuar në vitin 2011 në Journal of Pharmacology and Bioscience zbuloi se bamjet janë të mira edhe për stabilizimin e llogatjeve të sheqerit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.